20 maj shënon ditën botërore të bletëve. Ekipi ynë në godit vizitoi bletarin Hasan Sahiti, i cili ka rreth 200 koshere për të cilat kujdeset prej vitësh. Nga pranvera deri vonë bleta ka kujdes intensiv. Si të qomë 6 mëngjes, bëjmë përgatitjen për teren, duhet më përgatit ramat, përgatitet ushqimi, përgatiten senet edhe duhet më shku në teren. Zakonisht tereni fillon ka ora 10-11, në varet prej kohës, se temperatura mendshme e bletës është diku 21 gradë. E bletën nëse hap, ku të temperatura nxehtë gjatë verës, ose gjatë pranverës kësi që oftoft, ndikon se të bleta heton. Se gjatë kontrolës bletës, bleta nuk ka qef me diktu fort apo hap ajo. Nëse ka temperatura konstante, se mrena ka temperatura 21 gradë, aja nuk heton edhe na e kryjmë punën edhe pa shqetësu bletën. Sahiti mes tjerash tregoi për temperaturat të cilat nuk kanë qenë të përshtatshme për bletët. Si vjetë kanë qenë shumë temperaturë të dopta, sidomos bagremi nuk ka prish, akacien ka prish kret, livadhi ka jep sasit më dhe qëtash në fund pat njës me bajt mjell, po pat kësisht, ko aftaft u këthy e ka ngrane ose ta shaka shapat bo, po shka mi bo. Në aty kurset e natyrës që 3-4 vjetë kanë dru komplet. Po ashtu mes tjerash tregoi se si dallon çmimi nga cilësia e mjaltit. Dallon edhe çmimi edhe cilësia, në varet çfarë cilësie ki. Nëse o mjell bjeshkës e kësi është cilësi ma nalt, qmimi ma nalt, gështenja shkon pak ma tepër, se ka sasi ma të vogël. Mirë po mjellta, kryesisht është origjinale, edhe në shtrejtjen të knaqen. Bletari Hasani ka dhe një thirrje për të gjithë bletarët. Bletarët më kënë sa ma të përgatiten, se të ne ka smundje shumë, se ka bletarë jo të përgatitun, edhe len neglizhenca, vjen smundja, atë po hapet të ne, të bletarët krejt komplet po hapet. Parafërsisht me pas sa ma tepër trajnime, më konë sa ma të përgatitën për mes më artet e smundjet. Rënja ose zhdukja atyre gjithashtu do të kishte një efekt goditës në përbërjen e ekosistemeve tona, pasi bletët kontribuojnë ndjeshëm në plenimin e luleve të egra që sigurojnë bazën e shumë zinxhireve ushqimor.